Dhe prap ekziston ajo pjesa e stadiumit në përgjithësi në Shqipëri që nuk bëhet prap festive. Pra ti e merr vesh që lu Tirana me Vllaznin ose ka një ndeshje në Shqipëri vetëm në rrethana të ndryshme. Marketingu i ekipeve të futbollit mungon shumë. Qofse do kishte një marketing për një atmosferë festive, për një mini koncert, për një diçka brenda stadium, mendoj do të rriste shumë. Kam dëgjuar dhe kështu. Por në qofse do bëj një marketing, unë mendoj që do shifnin shumë dhe Marketingu Desha në Barcelona. pa diskutim, po ne duke mos pretenduar të jemi si Milano, ne na mungon fare marketingu të mundve. Pavarësisht se stadium shkojnë 5.000, 120.000 vetë, të cilët zëmbe për kokë Tiranës për futboll. Po shkojnë, nuk shkojnë tjetër gjë, 120.000. Dini sa fëmijë ka në moshën 9 vjeçare që janë të regjistruar dhe që luajnë futboll me klubin e Tiranës? Shumë pak. 20. Dhe kur kanë ndeshje kështu në Tefari, që luhet kampionati i 9 vjeçarëve u 9-s, mezi bëjnë 2 ekipe, 14 veta. Shkon nga ekipi atë ekipi bëj, 20. Shumë pak. Ambiente rekreative komunitare, pra çdo lagje duhet të ketë patjetër. Stadiumi sot nuk është vetëm po shohim futboll, se ti futboll nuk jep më.